Përshëndetje të nderuar ndjekës të emisionit në fakt të televizionit Monitor TV dhe konkretisht të rubrikës Sa më dëgjon. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin si çdo ditë duke sjellë pranë jush ngjarjet më të fundit, ato sekretet më të mëdha që po ndodhin mes yjeve shqiptar, por këtë kohën e fundit më shumë në qendër të vëmendjes ka qenë Gjesti edhe Egli dhe jemi munduar që t'japim më shumë fokus në këtë drejtim. Ju e dini shumë bukur që ditën e djeshme Gjesti dhe Egli kanë udhëtuar për në Kosovë. Ato do të kalojnë disa ditë në Kosovë, të dy së bashku, njëherë ishim tepër konfuz në qoftë se ka qenë Egli me Gjestin apo nuk ka qenë, në qoftë se ka qenë Gjesti shoqërues me Eglin apo jo, por nga informacionet e shpejta që menjëherë u përhapën në median ROS, arritëm të kuptojmë që Egli dhe Gjesti kanë përzgjedhur që të dy të udhtojnë drejt këtij udhtimi. Do me thënë, Gjesti pikërisht ka shkuar për të nënshkruar kontratën që tashmë po nisën një rrugtim të ri në karrierën e tij artistike me një nga producentët më të suksesshëm të paktën të kohës dhe me nga menaxherët më të suksesshëm të kohës në këtë drejtim. Por edhe në anën tjetër, tashmë ndoshta Gjesti do t'jetë më i pozicionuar me banimin në Prishtinë, se siç duket në këtë rrugtim me Top Channelin gjërat kanë përfunduar pasi që Gjesti bën edhe kontrata, sepse po të ishte në një komunikim apo në një bashkëpunim me Top Channelin, ashtu siç u tha pas përfundimit të Big Brotherit, ku Gjesti kishte nënshkruar një kontratë 2 vjeçare që do të menaxhohej në për koncerte nga Top Channel, aktualisht Gjesti nuk do të mundeshte të nënshkruan asnjë lloj kontrate e cila kishte të bënte me rrugtimin e tij të suksesit. Por kjo natë nuk është më pak e rëndësishme, është një natë shumë e bukur. Gjesti mbushën, do me thënë 25 vjeç. Gjesti ka ditëlindjen më datën 8 maj, që është data që do të vjen në orën 12. Ne me zemër ju urojmë që të bëhet edhe 100 vjeç, të bëhet plak me mjekër, të na falën sukses, na falën dashuri ashtu siç diti të na falë për 7 muaj me radhë në Big Brother, një gjest që në fakt nuk ndaloi kur me gjestet e tija, një gjest që ditit na mbërthen për ekrani dhe na bëri që ta duam me zemër, dhe shpresoj që kjo ditëlindje të mbetet një ndër ditëlindjet më të paharruara të jetës së tij, për faktin sepse është një ditëlindje krejt më ndryshe. Në qoftë se në ditëlindjet e tjera Gjesti është lutur me dëshirën e tij në momentin kur ka fryrë qirinte të tortës, duke i thënë Zotit: "O Zoti im, më ndihmo që unë të kem një sukses të garantuar në profesionin tim, më ndihmo që unë të kem një famë siç kanë të gjithë artistët e tjerë, të paktën ne që merremi me art dhe që merremi me këtë punën e medias, e dim shumë bukur se cila është ëndra jonë më e madhe dhe ku ne duam të arrijmë." Gjesti atë gjë e realizoi, arriti dhe besoj që kjo ditëlindje do të jetë një ndër ditëlindjet më të bukura për Gjestin. Në qoftë se në ditëlindjen e vitit kaluar Gjesti ka qenë konfuz, në qoftë se shoqëria do të më kujtojë, në qoftë se shoqëria mbajnë mend ditëlindjen time, në qoftë se unë atyre do t'ju kujtohem për një dhuratë të vogël simbolike për të më surprizuar, kjo ditëlindje besoj që do të jetë me radhë kush do të shkojë ta festojë më parë ditëlindjen me Gjestin, por siç duket nga gjërat që ne po shikojmë, Gjesti ka përzgjedhur që ditëlindjen ta festojë në Kosovën e tij dhe ta merr me vete edhe shpirtin e tij binjak apo zemrën e tij që e ka Egli Takon. Egli dhe Gjesti do të festojnë ditëlindjen e tij të parë pas Big Brotherit, do të argëtohen, besoj që me publikun më do ta shkrepin një foto me se s'bën për ta bërë virale në rrjetet sociale dhe për të na kënaqur ne të gjithëve me dashurinë, me pozitivitetin, me energjinë që ato të dy dinë të transmetojnë dhe dinë të japin tek publiku shqiptar, por gjithsesi domethënë na bëjnë që të ndjehemi të lumtur dhe të gëzuar kur po shikojmë një çift që vërtet di të bëj momente fantastike. Gjesti dhe Egli janë drejt Kosovës, siç duket rrugtimi i tyre ka marrë një kahje tashmë krejtësisht të re.
ato do të vetë menaxhohen dhe uroj që këtë punën ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse nuk është e lehtë të vetë menaxhohesh duke patur një produksion të fuqishëm siç është Top Channel. Tani do të jem konfuz në qoftë se këngët e tyre do të postohen në Top Media Music, aty ku janë lançuar të gjitha këngët e Luizellit më njëherë pas përfundimit të Big Brotherit dhe gjatë kohës kur Luizi kishte kontratën me Top Channel, por gjithsesi ne do të presim të gjithë këtë rrugtimin, kemi kohë për të komentuar për këto gjëra, por tani të flasim për Gjestin dhe për ditëlindjen e tij. Blerina nuk është në Kosovë, ajo ka postuar disa fotografia dhe ndodhet jashtë Kosovës, domethënë duke shijuar pushime tashmë në këto temperatura të ngrohta që siç duket vera këtë vit po na vjen shumë e nxehtë dhe po na vjen shumë më herët se sa ne prisnim, ndërsa nga ana tjetër janë Egli Tako, e cila ka udhëtuar drejt Prishtinës, është me patjetër do të jetë DJ Gimbo. Gjesti ka treguar edhe në Big Brother që ai vitet e fundit të jetës së tij nuk ka jetuar në Pavlan, në Pej, domethënë nuk ka jetuar në fshatin e tij, ka jetuar në Prishtinë dhe në qoftë se Gjesti do të spostohet tani në Prishtinë për të ndjekur rrugtimin e tij të karrierës, rrugtimin artistik, mendoj që do të marrë një banesë dhe do të kenë buxhet mirë nga të gjitha koncertet që Gjesti ka siguruar për ta paguar me Eglin. Si do të jetë ditëlindja e Gjestit? Ma merr mendja që do të jetë një festë shumë e bukur në një ambient të vogël me shumë pak miqe dhe me njerëz të tij më të dashur të zemrës. Do të kalojnë disa momente të bukura, ndoshta duke qenë edhe shumë privat, por jam shumë i bindur që një video, një fotografi me patjetër që do të shkrepet dhe Gjesti nuk do t'i shpëton dot kësaj gjëje. Do të argëtohen, do të kënaqen, do të këndojnë, do të vallëzojnë dhe ndoshta do të jetë edhe lançimi i këngës së tij të parë, po në ditën e lindjes. Nuk e dim këtë gjë, nuk ka një lajm zyrtar për Gjestin se me cilën datë po e lançon këngën, thjesht në Instagramin e tij zyrtar Gjesti ka postuar fotografi dhe poster nga të gjitha datat në të cilin Gjesti është i prenotuar për të ndjekur mbrëmjet e tij, por gjithsesi unë në kanalin Monitor TV do t'ju sjell të gjithë këtë gjë. Unë së bashku me stafin tim, të cilët ne kemi komentuar Gjestin për 7 muaj me radhë, kemi ndjekur, le të themi, me intensitet të lartë të 3 muajt e fundit në Big Brother VIP Albania të gjithë rrugtimin e Gjestit, jemi munduar që sa më shumë tek publiku të sjellim çdo detaj. Unë ja uroj të gjitha të mirat, qoftë ky një 2025 e mbar dhe Gjesti pas të vetëm fatin e mrekullueshëm në këtë vjetor të ri.